Erdha të shpreh ngushëllimet e mia më të ndjera ish presidentit, ish kryeministrit dhe ish kryetarit parlamentit, kryetarit partisë dytë më të madhe opozitare, Ilir Meta, për ndarjen nga jeta të babait të tij, një njeri i respektuar, një njeri i nderuar, një njeri i devotshëm, dhe duke shpreh ngushëllimet Zotit Meta dhe të gjithë familjes, dënoj me forcën më të madhe burgosjen e tij politike nga një njeri që ka në shpirt trashëgimin e babait tij xhelat për kundërshtarin politik. Ilir Meta ka absolutisht gjithçka të montuar dhe politike, një fars e turpshme, një fars që mbahet gjallë nga një ish xhelat i sigurimit shtetit dhe të tjerë, me falsitete, dokumenta falso dhe si një zbatim i porosisë së Edvin Kristaq Rams, njeriu krimet familjare të cilit e bëjnë atë më kriminal se sa etrit e tij. E thot Victor Hugo diku, çobani i bagtive tegra është më i egër se vet ato. Bastardi i egërsirave është të xhelatëve të komunizmit është më i egër se vet ata.